after time. I've done my sentence, but committed no crime. Bad mistakes, I've made a few. I've had myself sent kicks in my face, but I've come through. I need to go on and on and on and on. We are the champions, my friend, and we'll keep on fighting to the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I dashur xhaxhi kryetari i bashkisë, ne, një grup nxënësish të shkollës Azem Hajdari, po ju shkruajmë për një problem mjaft të madh, i cili na shqetëson. Shkolla jon ka 800 nxënës. Në shkollën tonë ne kemi 2 ekipe sportive, një voleybolli për vajza dhe një futbolli për djem. Vajzat kanë dalë kampione vitin që shkoi, ndërsa djemt kanë zënë vendin e dytë. Në shkollën tonë kemi një palestër, e cila nuk funksionon që 10 vite. Ajo është në gjendje shumë të mjerueshme. Nxënësit dhe mësuesit e shkollës sonë nuk kanë se ku të realizojnë orët e edukimit fizik, të cilat të gjithë ne i presim me padurim. Ju kërkojmë juve që të na ndihmoni me riparimin e saj gjatë vitit 2007, dhe nëse ju nuk do të jeni në atë detyrë, ju lutemi lijani porosi xhaxhi tjetër kryetar që do t'ju zëvendësoj. Të urojmë të gjithë nxënësit dhe mësuesit e shkollës Azem Hajdari gëzuar Bajramin dhe vitin e ri. Xhaxhi kryetar, unë që po ju shkruaj quhem Admira Kazazi, nxënëse e klasës së 8 në shkollën Ismail Qemali. Vendosi që t'ju shkruaj për një problem të madh që na shqetëson ne të gjithë nxënësit e kësaj shkolle. Besoj se e dini se shkolla jon është një shkollë 84 vjeçare dhe që frekuentohet nga rreth 1000 nxënës. Unë, së bashku me shokët e mi, nuk patëm fatin që për 8 vite të luanim në palestër. Para pak kohë, në oborrin e shkollës sonë, u ndërtua një palestër për universitetin, por jo për ne. Por s'ka gjë, unë do të largohem vitin që vjen dhe po ja lë porosi motrës sime Ervilës. Përshëndetje, jam në klasën e 6 dhe shpresoj që të kem fatin ta shijoj palestrën e re dhe orët e edukimit fizik, të cilat të gjithë ne i presim me padurim. Kërkesa jon është për ju që të na ndihmoni me sistemimin e ambienteve të jashtëm sportive dhe ndërtimin e palestrës së shkollës sonë gjatë vitit 2007. Shpresoj që motra ime vitin e ardhshëm të vi me një kartolinë falënderimi për ndërtimin e kësaj palestre. Në emër të gjithë nxënësve dhe mësuesve të shkollës sonë, ju urojmë gëzuar vitin e ri.